Si e bëj unë sallatën ruse për natën e ndrimit të viteve? Si fillim do filloj me këto që duan më shumë kohë për të zier, për të pastruar dhe për të qëruar. Pra patatet edhe karrotat. Me masa fikse nuk di të them sepse varet nga njerëzit që jeni për darkë. Kjo sallata ruse është sipas metodës që e bëj unë. Tani se quhet sallatë ruse, se quhet sallatë ukrainase, këtë do t'ua lë juve në dorë që ta gjeni. Qërova 3 karrota, 4 patate të kësaj madhësie. Ti hiq këto cezat. Forca! Wow! Okej, këto janë gjitha ato që ne duhet të ziejmë. Tani do t'i mbush me ujë dhe do t'i çoj të ziejmë ndoshta 25 minuta. Diçka e tillë. Do i kontrolloj her pas here, domethënë. Ndërkohë që ziejnë ato të tjerat në një tas të madh, do vazhdojmë me përbërësit e tjerë që janë trangull marinat. Kemi misër që unë e mora të përzier, po mund të merrni edhe thjesht misër, bizele, qiqra, nuk e mbaj mend nëse kam hedhur qiqra vite të tjera apo jo, po do t'i hedh si vjet. Edhe fasole. Fillojmë me vezët. Fillojmë një herë me qiqrat, bizelet. Bizelet për shembull vjet unë i zjeva. S'po e teproj me këto bizelet, po i hedh fare. Tani kemi fasulet. Do që të haj krena, okej, do të ham çik fasulet. Fasulet do t'i hedhim se na pëlqejnë fasulet. Shqiptar, nuk ka shqiptar që nuk pëlqejnë fasulet. Kemi dhe misrin, hiç mendja që e mora me përzierje bizelesh. Do të kisha hedhur më pak bizele. Mesa duket do jetë sallata e bizeleve, jo sallata ruse. Unë prik to kastravecat krena ha nga ana tjetër. Po më duket sikur s'ka fund. Jam goxha profesioniste në mbajtjen e thikës, ë. Dhe të fundit janë këto specat turshi, edhe këto japin një shije jashtëzakonisht shumë të mirë. Ha mama. E hedhim edhe këto. Se unë po thoja çka kam harruar, vezët kam harruar. Do çoj që të ziej vezët, po nuk jam e sigurt të hedh 2 apo 3, do ta mendoj rrugës kur të shkoj deri te kuzhina. E te prova pak o jetë me këtë patatet edhe karrotën. Normalisht kjo do shumë vaj, po nuk do ta teproj me vaj. Tani krena hedh majonezën. 16 orë më vonë. Jo ka akoma kjo, që shparojme. Tire një pikë në fundit me. Që thua? Trazo aty. Dhe kush është gjëja tjetër përpara se t'i hedhim edhe vezët? Shoqja ime më ka mësuar një truk që farat e susamit të skuq në një tigan, pa vaj pa asgjë, thjesht farat e susamit, dhe nuk e keni idenë se çfarë shije të mirë që i japin farat e susamit. Tregoj pak kështu nga afër. Kështu duket. Unë mezi po pres ta ha. Edhe vezët i mbaruam. Tani mungon vetëm krypa sipas dëshirës edhe farat e susamit dhe ju bëft mirë ju që do bëni sallatë ruse, qoftë sipas metodës time, qoftë sipas metodës tuaj, rëndësi ka të kaloni festa të gëzuara, nuk ka rëndësi fare këto që do ham.